Dhe e dini se kush është ironia më e madhe? Që po ky, Andrea Katundi, i cili është përmbarues privat, është vetë debitor te kjo çështje përmbarimore, ky fundit merret edhe me trajtimin e çështjeve përmbarimore. Sa bukur, vetë përmbaruesi debitor, shkon ke debitori dhe i kërkon kështu detyrimet, sepse është i licencuar. Mos duhet t'i hishet licenca nëse nuk është hequr akoma. Gjithsesi, kush është shef e misionit investigativ Stop? Nëse ju paraqitet një qytetar në emrin Andrea Katundi si përmbarues, mos e besoni, sepse ky i fundit nuk ka paguar debin e vet, jo më t'ju marri ju të tjerëve, juve debitorëve, detyrimet.